Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë ëmbëlsirën që mund t'ju them me bindje të plotë që është një nga më të thjeshta, do ju marr vetëm pak sekonda përgatitje, ka një aromë dhe një shije fantastike. Fillojmë pa humbur kohë. Në blender do shtojmë një portokall të plot, të cilën e kemi ndarë në copa bashkë me lëkurën. Duhet ta lani shumë mirë përpara. 2 vezë do vazhdojmë t'i shtojmë në blender. Gjithashtu 3 lugë vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. 100 ml qumësht, nëse nuk ju gjendet mund ta zëvendësoni edhe me kos. Dhe pasi kemi shtuar përbërësit, duhet edhe 150 gram sheqer, të cilën unë gabimisht nuk e kam regjistruar në video, por duhet ta shtoni. E kalojmë për pak sekonda në blender derisa të na bëhet një masë e një trajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, juftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Siç e shihni, masa është gati. Do shtojmë 250 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt për masën e miellit se sa përthithës është ai, mund të shihni masën me sy dhe të shtoni pak më shumë ose pak më pak. Pra mund ta shtoni pak e nga pak. Një pluhur fryrës dhe do ta kalojmë edhe për pak sekonda në blender derisa të na formohet masa e duhur, sikurse përgatisim kek. Nëse blenderi që keni nuk është i fuqishëm dhe nuk mund ta përziejë masën me miell, mund ta shtoni në një enë dhe ta përzieni aty në momentin që shtoni miellin e mëtej. Masa siç e shihni është gati, tavën do ta lyejmë me vaj ose me gjalp. Nëse dëshironi mund të shtoni një letër pjekje poshtë nëse tava që keni në shtëpi ju ngjit. Por këto format e silikonit janë vërtet shumë të mira për t'i pjekur. Unë këto e përdor shumë dhe në këtë rast vërtet rezultati ishte super. E kam pjekur për 45 minuta në 180 gradë në furrë të parangrohur. Keni parasysh që pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Ky është rezultati pas pjekjes. Gjatë pjekjes së tij kuzhina mori një aromë, e gjithë shtëpia mori një aromë portokalli, që nuk di se çfarë të them, është vërtet shumë e mirë, duhet ta provoni. Siç e shihni, pjekja është bërë në mënyrë perfekte, është gati. Përpara se ta nxjerrim nga tava e lëm pak që të ftohet dhe ndërkohë që keku ftohet kështu siç është, do shkrim 200 gram çokoladë të zezë. Unë kam zgjedhur çokoladë të zezë pasi në shtëpinë tonë preferojnë shumë, por mund të shtoni edhe çokoladë të bardhë, mund të shtoni edhe marmalata të ndryshme ose edhe pa çokoladë dhe pa asnjë gjë, thjesht mund ta konsumoni kek me portokall ashtu siç e nxirrni nga soba, por me çokoladë bëhet akoma dhe më i mirë. Pasi e shkrim çokoladën, në të mund të shtoni pak qumësht ose pak gjalp, unë e shkriva kështu siç ishte dhe ja shtojmë kekut në sipërfaqe dhe do ta hapim shumë mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Siç e shihni, keku është akoma i ngrohtë, çokolada është akoma e ngrohtë, ne e konsumuam duke shijuar kafën e pasdites dhe në familje e pëlqyen shumë. Uroj që t'ju pëlqej edhe ju dhe ta përgatisni në shtëpinë tuaj, pasi jam e bindur që do bëhen i preferuari juaj dhe për aq kohë sa të kemi portokaj të freskët, jam e sigurt që do ta përgatisni gjithmonë sepse bëhet vërtet shumë i mirë dhe pambuk i butë me një aromë fantastike. Nuk e di a ju pëlqeu kjo video, nëse ju pëlqeu video dhe receta për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Për ju mund të jetë shumë e lehtë, për mua është shumë e rëndësishme dhe për të vazhduar më tej të shpërndaj receta. Faleminderit që më ndiqni.